Mjaftoi një ngacmim nga autoritetet austriake që drejtoria e krimit kibernetik në policinë e shtetit të niste një prej aksioneve më të mëdha për call centerat në vitet e fundit. Top Story mëson se efektivët e krimit kibernetik kanë hetuar në mënyrë proaktive në terren. Ka qenë policia shqiptare që ka kërkuar ndihmë nga autoritetet e huaja për shkak të mungesës së stafit. I njëjti burim bën me dije se ka pasur hetim të shtrirë dhe në Kosovë, por nuk është finalizuar. Gjatë ndërhyrjes në ambientet e këtyre subjekteve u konstatuan operatorë të ndryshëm duke ushtruar aktivitetin e paligjshëm, çka mundësoi dokumentimin e menjëhershëm të veprimtarisë kriminale. Policia sekuestroi kompjutera, telefon dhe laptop, si dhe 891.000 euro të dyshuara si të përfituara nga kjo skemë mashtrimi. Në eksperiencën e punës tonë rezulton që një pjesë e tyre kanë qenë të ligjshme, pra të regjistruara pranë zyrës së tatimeve, pranë drejtorisë së tatimeve, pranë regjistrit tregtar, janë të regjistruara po pranë zyrave të punësimit, por që bashkë me këtë veprimtari për mbulesë kryen edhe veprimtarinë tjetër, që ajo është ajo e mashtrimit kompjuterik të shtetatëve europian. Një tipologji tjetër që ne jemi hasur në punën tonë të prokurisë së posaçme është edhe grupe të caktuara të cilat e kryen këtë aktivitet pa u regjistruar në organet tatimore, në të thuash ilegalitet, pra në qendra, në apartamente të caktuara, ku e kryen kryesisht pa pasur një veprimtari mbulimi, por duke kryer plotësisht veprimtarinë e mashtrimit kompjuterik online. Si fenomen ka shtrirje edhe në vende të tjera, këtu bëhet fjalë për grupe mikste, pasi këtu nuk kemi të bëjmë me thjesht një aktivitet call center, këtu bëhet fjalë për një aktivitet kriminal të cilët mund përfshi role dhe funksione të ndryshme. Tashmë të identifikuara si grupe të strukturuara kriminale, këto lloj kompanish po hetohen nga SPAK, ashtu si dhe ajo janarit të këtij viti, po në qendër të Tiranës. Hetimet vazhdojnë sërish. Mosh bashkuar në studio Anila Hoxha, mirëmbrëma, mirë se erdhe Anil. Vjoldi Dana, ekspert ekonomist, mirëmbrëma, mirë se erdhe Vjoldi. Po nis me Anilën, është e pritshme një lloj, le të themi, rrëfimi ose narrative për çfarë bëhet fjalë. Ke bërë një, i ke hyrë me ekspertizë kësaj çështje dhe e di me detaje se cili është niveli ekonomik i përfshirjes, sa janë individët që hetohen dhe që dyshohen që s'ka nisur hetimi ende, për çfarë niveli shifrash ekonomike flasim dhe për cilat tregje? Ne transmetuam në ekskluziv të dielën pikërisht fenomenin e call centrave, i cili pavarësisht se po hetohet, vazhdon të jetë shqetësues, jo vetëm për autoritetet vendase, por sidomos për të huajt. Në një kontakt që unë pata me Europol, mu konfirmua për ekskluziv se Europol po ndjek nga afër hetimin e këtij fenomeni. Shqetësues në këndvështrimin tim është fakti se të gjitha reagimet e autoriteteve shqiptare gjithmonë janë me konkluzione, pra me një rezultat vetëm apo më së shumti atëherë kur mbas autoriteteve shqiptare të drejtësisë, qofshin këto të prokurorisë, të policisë apo të krimeve kibernetike, është për herë një skuadër e huaj. Kjo ka ndodhur me skuadrat e përbashkëta, me SPAK ndër vite, ku mbasi ka patur për herë interesim dhe referime dhe dosje dhe volume dosjesh nga italianët, nga gjermanët, nga austriakët, më në fund ka patur edhe konkluzione. Ndoshta kjo edhe për shkak të infrastrukturës dhe mungesës së duhur të ekspertizës mbi krimet kibernetike, sidomos të sofistikuara në këtë fushë, ku tregohet dhe ku ekspozohet një skenar i sofistikuar për përsërit edhe i mënyrës se si zhvaten parat dhe se si më pas ato qarkullohen në rrjete virtuale në formën e kriptovalutës dhe pastaj shpërndahen tek antar grupesh kriminale qofshin këto, apo individ saktuar sikurse u hetua sërish edhe së fundmi me insistimin 2 vjeçar të austriakëve, të cilët në dosjen që unë e kam lexuar dhe që u hetua nga zonja Rovena Zoto, prokurorin prokurorin e kryeqytetit, paralajmëruan në një moment kur çështja ngëci, apo kur çështja nuk po ese përpara, sepse disa kompani nuk po jepnin të dhëna për IP-t e gjurmuara në Austri, ato paralajmëruan dhe ja kërkuan që pikërisht edhe prokurori i çështjes të paralajmëronte kompaninë përkatëse që të vepronte për dhënien e IP-ve.
dhe më pas kjo çështje u zhbllokua derisa doli rezultati ndaj personave të dyshuar, teksa tani më që unë po raportoj këtu për ju, Grida ka në proces dhe nën vazhdim dhe në ndjekje nga një skuadër tjetër e huaj për çështjen e call centrave në Tiranë. Dhe gjithashtu edhe në prokurorin e kryeqytetit ka sërish në ndjekje një çështje për call centrat. Çfarë kuptova unë gjatë kontaktit dhe gjatë intervistimit që pata me viktima, qofshin ato shtetas gjerman të moshës tretë, qofshin ata italian që pranuan të flisin dhe të rrëfenin. Ta shohim një dëshmi që e ke marrë. Unë kuptova që këta operator, pavarësisht se në rrëfimet e tyre shfaqen si viktimat, sikur nuk dinin asgjë se çfarë po bënin dhe kë po dëmtonin, në fakt kishin ndjeni të plot. Dhe gjithashtu është qetësuar fakti. Kur janë pyetur, thua. Operatorët kur janë pyetur si të dyshuar mbasi u ekspozuan. Të cilët kanë thënë nuk dinin gjë, ne thjesht po na thoshin. Ndërkohë janë shumë të qartë për këtë skemë kriminale që viktimizon shtetas të ndryshëm, duke ju përvecuar atyre, duke ju vjedhur herë kursimet e jetës, e herë edhe shumat konsiderueshme edhe të antarëve të tjerë të familjes. Okej, ta dëgjojmë një dëshmi, Anil? Ta dëgjojmë një dëshmi që Anila Hoxha ka arritur të marrë nga një nga të dëmtuarit apo viktimat, siç e quajnë këtë rast ekonomike. Io praticamente ho perso tutti i miei risparmi. Unë praktikisht kam humbur të gjitha kursimet e mia dhe të gruas. Nuk e dija se kush ishin personat që më kishin kontaktuar, nuk e dija që ishin shqiptar dhe emrat ishin të ndryshëm, anglez, gjerman, skocez dhe italian. Nuk e kuptova që nuk ishin të tillë. Ishin shumë të shkathët e të aftë për të kërkuar edhe të dhëna personale familjare. Çfarë bëja, çfarë haja, ku shkoja, arsimin, i besoja dhe ata më jepnin mundësinë që të rritesha financiarisht duke ju dhënë para. Ju jepja informacione edhe mbi sportet që ndiqja, se më krijuan një ambient konfidencial. Më thoshin mos u shqetëso, se me ne do fitosh 1 milion euro. Dhe unë jepja paratë e mia. Fillova ta kuptoj kur platforma online u zhduk dhe unë nuk pash më asnjë. Për të mos ta pyetur më gjatë, Anilën dua të kuptoj skemën ekonomike që të mashtrimit. Do me thënë si mashtrohen njerëzit, se kur e dëgjojmë këtë gjë themi, por pse i ka besuar dhe si mund t'japësh para digjitale dikujt, do me thënë, në mënyrë digjitale pa e parë, pa kuptuar çfarë investimi, që si ndodh? Tani pjesa më e madhe e viktimave janë njerëz që nuk e kanë formimin financiar për të kuptuar bursën si funksionon. Thjesht e kanë dëgjuar që nëse ti investon, qoftë në aksione apo në obligacione, ti mund të fitosh shumë me përqindje shumë të larta. Por ama, po ta shikojmë, pjesa më e madhe atyre grafikëve që u paraqitet këtyre njerëzve janë të gjithë të manipuluar. Pra, ata janë në gjendje të shesin një bidon ujë. Ky bidon i ujit thonë që nga dita e sotme, nga fillimi ditës deri në këtë moment, ka arritur të shitet me vlera ku ta di 100 euro për copë. Çfarë shesin realisht, Bjolde? Gjithçka. Do me thënë çfarë? Në ç'kuptim? Qoftë emra kompanish që nuk ekzistojnë, po që kjo kompani aksione, po qoftë edhe produkte. Qoftë edhe florin të marrë nga kompaninë ekzistente. Pra, kjo kompani ka hedhur kaq ose edhe kriptovaluta dhe manipulojnë edhe me kriptovaluta. Nëse ti me një bitcoin ose emra të tjerë të tyre, ti hedh 100, por ama nëse vazhdon të investosh, ti do marrësh 100.000 euro, nga 100 euro, 100.000 euro, po e banalizoj pak si vlerë për ta bërë të kuptueshme. Dhe këta njerëz duke mos e pasur. Dikush të merr në telefon. Dikush të merr në telefon dhe thot çfarë, se përsëri ose unë jam shumë dyshuese dhe nuk kuptoj se si i peshkojnë njerëzit. Ata kanë lista që i marrin në rrugë të ndryshme të njerëzve, që këta njerëz kanë tentuar një herë me kompani të tjera që të investojnë, ose kanë dashur, ose kanë tentuar dhe nuk kanë arritur, e kanë CV-n e qartë të këtyre njerëzve, i kanë marrë informacione, të paktën 90% të informacioneve, personale, të dëshirave, të interesave, të ardhurat që mund të kenë, punën që kanë bërë, nëse janë pensionist, pak a shumë sa shkon pensioni tyre mujor, dhe informacionin deri sa mund të kenë ata në gjendje të stokuar më një anë likuiditet. Pra, duke pasur informacionin e tillë, kanë edhe karakterin e personit, që do të thotë, ky person është propens, është i gatshëm që ky të investoj, të hedhi njësoj si kumari. Pra, është i tërhequr nga leku. Kemi një intervistë të tillë, Vjolte, dhe dua të ndërpres ty këtu, ta dëgjojmë si dëshmi se si është, unë po e quaj peshkuar në mënyrë metaforike, për të kuptuar këtë proces se si ndodh, i cili duket
krejtësisht abstrakt, por fakt është me miliarda, jo me miliona. Ta shikojmë këtë dëshmi. Në fillim më duk çdo gjë normale dhe pranova. Më thanë dhe për kontratë pune, më premtuan rrok shumë të mirë, isha shumë i gëzuar pasi dhe prindrit i kisha këtu. Dhe mendova pse jo. Ju thoni që firmosët një kontratë pune, po më pas çfarë ndodhi? Do flisja thjesht me njerëz të tjerë. Na jepshin një listë me disa emra dhe mbiemra personash, ku ishin dhe numrat e tyre, lista ishte shumë e gjatë, por çdo gjë ishte menaxhueshme sipas atyre. Nuk do lodhesh, nuk do kështu, do përfitoni bonuse. Ku gjendeshin zyrat e call centrit të palishëm? Në Tiranë, vetëm në Tiranë, ku na kanë ndruar edhe zyrat qendrore që ne kishim, na çonin në një vend tjetër. Ne mendonim se ishte gjithçka prej punë qeraje, pak me ullët, pak me lartë, po jo, ndodhi ajo që ata ruheshin nga gjërat e tjera. Nga autoritetet. Dhe ndryshonin adresat për shkak kontrolleve? Ndryshonin adresat për shkak kontrolleve. A e njihni pronarin? Jo, pronarin nuk e njihnim fare. Kishim dëgjuar për të që ishte i huaj, por që nuk e kemi parë kurrë. Po më pas çfarë ndodhi? Ndodhi që të gjithë fajin e kishin operatorët, jo pronari i call centerit. Procesi ishte në gjykatën penale? Në gjykatën penale. Nuk duket sigur në lista ose ato që pam ne që ka siguruar Anila, nuk ka shqiptar? Nuk ka treg në Shqipëri për këtë? Kryesisht janë fokusuar sepse po ta shikosh edhe kapitali individual është më shumë të huajt. Italianët kryesisht ka qenë shumë të lehta si pres, sepse kur kalojnë në moshën e pensionit, dhe kursimet e tyre janë më të mëdha se kursimet që mund të kenë shqiptarët sot. Shqiptarët janë akoma në zhvillim, është një vend në zhvillim dhe janë akoma në investime. Nuk e kanë krijuar atë stabilitetin ekonomik. Që të kenë disa kursime për të investuar ekstra. Stabiliteti ekonomik ku është krijuar? Po ta shikojmë Italinë si shtet, është shumë i varfër, por si individ është shumë i pasur. Nëse krahasojmë me Gjermanin, Italiani është më i pasur se Gjermani sepse ka kursime të grumbulluara për shkak të historisë që ka pasur, të zhvillimit ekonomik që ka pasur Italia mbas luftës së dytë botërore. Por ama këta thash që është edhe Greqia që është bërë pjesë, se vitet e fundit dhe Greqia është futur në këtë vorbullën. Në fakt mbaj mend që në 2021 kanë pasur një kërkesë nga Deutsche Welle për të dhënë një intervistë pikërisht për këtë, sepse ish filluar në Gjermani të bëj shumë problematike. Pensionistët gjerman kishin kohë që ankoheshin për këtë gjë, sepse u merreshin lekët, po nuk u merreshin një herë të vetme. Në moment që ata investonin, humnin kontaktet me kompaninë e parë dhe automatikisht i kontaktonte dikush tjetër, që ishte përsëri një kompani e dytë por e lidhur me të parën, që i thoshte ne e dim që ti ke humbur këto lek, por ne duam të të ndihmojmë, se jemi grup avokatësh apo ku ta di. Dhe por ama që të ndihmojmë, kemi disa kosto që ti duhet i mbulosh që të marrësh mbrapa lekët tua. Duhet të paguash një përqindje të caktuar. Dhe merrin dhe para për parat që i kishin marrë. I merrin para për parat që kishin marrë. Dhe kjo vazhdonte zinxhir. Pra, kjo është një skem mashtrimi, një skem piramidale në fundit, e cila ka dëmtuar shumë qytetarë të huaj, por e cila në mënyrë indirekte, se ne na duket sikur këto para kur vinë në Shqipëri, është mirë për ekonominë. Sigurisht që është mirë afat shkurtër, por afat gjatë e dëmtojnë dhe ekonominë tonë. Se hynë në tregun shqiptar këto, apo? Po sigurisht, po, Grita, shikoni. Apo Shqipëria është vetëm porta apo koshi në cilin ato mblidhen dhe pastaj shkojnë diku tjetër? Më ka bërë shumë përshtypje para disa vitesh, kur shikoja të rinj mosha 24 apo 25 vjeç, që ishin në gjendje të pagonin qërat apartamenteve luksoze, 1.000 apo 1.500 euro në muaj, dhe jepnin para pagim. Pra, kjo ka ndikuar në mënyrë indirekt, në mënyrë të drejtë për drejtë të kostot e jetesës e tyre po, por dhe të rritja e çmimeve të banesave, qoftë të qerave dhe qoftë të banesave që shite. Pra, tregu imobiliar është i pari që është përdorur për pastrimin, se këto para duke mos qenë në rrugë ligjore, e kanë të nevojshme një sektor ku të pastrohet. Dhe sigurisht, si gjithmonë, si në çdo vend, imobiliari është ai që jep mundësinë e parë për këtë gjë. Agjencia e parandalimit pastrimit parave ka raportuar 2 vitet e fundit trendin e rritjes fenomenit të pastrimit parave, jo vetëm nga droga, që është në vend parë, por më pas trendi i pastrimit parave raportohet dhe janë
vendosën në rrethin e kuqe dhe subjekte caktuara, kryesisht kompanitë të cilat dyshohet se pastrojnë para të fituara nga call-centrat e palishme, sepse ka dhe call-centra që zhvillojnë aktivitet marketingu të lishëm. Pra po themi për këto call-centra të cilat herë veprojnë si grup kriminal, herë së fundmi edhe si ish operator, të cilët mbasi e kanë përveçuar aktivitetin si të punësuar në grupet kriminale, kanë shpallur në thonjza pavarësinë dhe tani po e zhvillojnë edhe në apartamente banimi. Edhe këtë e thot Spaku, pra nuk kemi më zyrat konsoliduar, kemi të tilla, të cilat në jetim, por ka ish operatorë të cilët po përdorin sipërfaqe të vogla dhe thonë të mashtrojmë sa të mundemi. Qëro, sa ka mbajtur erë si gjë dhe që dihej dhe që njihej prej vitesh? Shiko, këto ka ndodhur një fenomen këtu në Shqipëri që pas goditjes kompjuterave u hapën shumë lotot. Dhe sërish pas goditjes së lotove, që u mbyllën lotot, si biznesi ligjshëm, lullëzuan shumë pasaj këto pjesët e call-centrave. Sigurisht që në Tiranë ka pasur shumë, dhe nuk pavarësisht se këtu në Shqipëri kanë ardhur gazetarë të huaj dhe hetime janë bërë shumë, por që një gjë që ne rrim këtu dhe i shikojmë, kë me reklamë normale dhe kë fsheta sa do duken. Në momentin që i shikon dhe njerëz të rinj që i ndryshon shumë shpejt jeta, qoftë qiraja, qoftë jeta e luksit, qoftë udhëtimet, pa diskutim që nga gjithë ky biznes mashtrimi dalin. A ka dorë shteti apo s'ka? Sigurisht që shteti e monitoron dhe kontrollon qoftë anën ligjore, po qoftë edhe anën e palishme të këtij lloji biznesi, sepse ashtu siç ndodhte me kompjuterat që kishte një loto, po nuk lejoshin kompjuterat, ndërkohë që kishte edhe një banak aty mbrapa që mbaj edhe 4 kompjutra. Dhe ti përdor një loton e lishme dhe 4 kompjutra të palishme. Është e njëjta gjë që ti ke një sallë të lishme, nga ana tjetër ke edhe një sallë të palishme ku vazhdon me platformat online duke mashtruar qytetarët të huaj. Kryesisht platformat ata që i përdoren janë Alfa Crypto, Capital Market 24 edhe Gold Capital 24. To janë platformat që të vjen njoftimi nga një personazh i famshëm që ai të fton që ti të investosh në këto lloj platforma, sepse ai të jep një mesazh që edhe paratë e tij ai ka investuar në këto platforma dhe nga ky investim që ka bërë për një muaj shumë të shkurtër, një muaj apo 2 muaj, ai ka përfituar një vlerë shumë të madhe monetare. Është pak a shumë ajo që tha dhe zotëria që një skeme mirëfill piramidale, siç ishte në 97-ën që fus një 600.000 lekë, thoshte për 3 muaj do marrësh 1.500.000 Këto personazhet e famshëm janë të huaj? Këto personazhet e famshëm janë të huaj dhe mesazhet përmes këtyre platformave vjen pikërisht nga këta njerëz të famshëm, duke qenë se janë të njohur në Itali, në Austri, në Gjermani. Kjo stres pensionist ose qoftë edhe të rinj apo biznesmen mashtrohen përmes këtyre mesazheve të reme dhe më pas kur fillojnë hyjnë në komunikim me këto platforma, mbrapa këtyre platformave janë këta ustallarët shqiptarë që fillojnë dhe komunikimin shumë normal, siç e tregonte edhe italiane që interesoheshin për mua dhe se ku ta bëja palestrën, ku ta bëja vrapin dhe në fakt qëllimi i tyre ishte sa të më mbanin sa më shumë me bisedë. Dhe nga ana tjetër të më merrnin të gjithë të ardhurat e mia. Përpara se të pyes për Shqipërinë, do ta pyes. Këtu ka një problem shumë të madh pastaj, sepse të paktën ai e kam studiuar dhe e kam monitoruar rastin, një pjesë e madhe e kësaj fenomeni ka ardhur nga vendet e Afrikës, sepse në Afrikë ka qenë shumë e përhapur kjo. Pra e nisën izraelitët, e hodhën në Afrikë si vende që edhe dora e punës ishte më e lirë. Dhe më pas e sollën në Shqipëri, ku sërish të rinj të pa punë, kur fillonin punën me 500 euro, dhe pastaj nga 500 euro ai mund të merrte me një dorë 10.000 euro mashtrim, ose 50.000 euro mashtrim, dhe fitimi ishte shumë herë më i madh. Dhe duke qenë se edhe shteti këtu, jo vetëm që kishte mbyllur dy syt, po kishte mbyllur gjithçka, pra hajmo se s'po bëjnë ndonjë gjë apo mashtrojnë të huajt ande. Dhe nga ana tjetër edhe vet shefa komisariati, shefa krimesh, shumë shefa të krimit ekonomik edhe shumë strukturat tjera që duhet ta monitoronin këtë aktivitet kriminal. Në fakt e lanë, sepse merrnin pjesën e vet, të mashtruarit nuk ishin në Shqipëri, po ishin jashtë shtetit dhe u bë problem
jashtë kjo punë dhe pjesa më e madhe e çështjeve penale që nisin në Shqipëri, qoftë nga Prokuroria e Tiranës, qoftë Prokuroria e Durrësit që ka pasur një rast dhe Elbasani një rast tjetër, por dhe Spaku disa raste të tjera, të gjitha janë letër porosi të ardhura nga Gjermania, Italia, Austria së fundmi dhe vendet tjera të Bashkimit Evropian që kanë akumuluar shumë kallëzime penale të personave të mashtruar dhe ata kanë gjurmuar IP të internetit dhe të këtyre platformave dhe kanë zbuluar që lokacioni i mashtrimit ka qenë pikërisht në territorin shqiptar dhe më pas është kërkuar bashkëpunimi juridik dhe procedurial. Se ndryshe nuk ke se e çmonton vetë dot që këtu. Këtu mund ta kontrollosh vetëm aspektin e fshehjes të ardhura dhe mund ta kontrollosh pjesën e ushtrimit të aktivitetit pa licencë, po e thash edhe pak më para që ai tek pjesa e aktivitetit licencuar hap dhe një sallë tjetër aty ngjitur dhe thot ju vazhdoni këtë, ne do vazhdojmë edhe këtë punën e lishme. Pra më gjonë, në fakt, nëse janë kaq shumë operatorë që janë të rinj, të cilëve i duhet që të trajtojnë lista të gjata me emra të huaj, dhe që sigurisht e thonë në për ambientet ku jetojnë, se nuk janë të gjithë të trajnuar nga UDB-ja dhe nga CIA amerikane që mos flasin fare se çfarë po bëjnë. Pra kjo është një armat njerëzish, operatorësh, djemsh dhe vajzash që dinë gjuhë huaja, që marrin disa lista në të cilat, siç tha Vjolti, ata kanë lexuar dhe profilin psikologjik të klientit që do të mashtrojnë. Dhe kjo armat njerëzish dhe ky informacion që qarkullon, në çfarë niveli është ditur dhe në çfarë niveli kërkon trajnim dhe si merret ky informacion i cili vjen në tavolinat e këtyre operatorëve që pastaj përkthehet në manipulime financiare kaq të mëdha. Informacioni bazik dhe bruto nganjëherë blihet edhe në dark web, nganjëherë shitet edhe nga bankat të nivelit 2, të cilat e bëjnë vetë selektimin. Të tipit? Dhe ja japin të gatshëm. Pra projektojnë, shënjestrojnë njerëz të veçantë sipas një profili të caktuar, që janë të dhënë pas shpenzimeve, që kanë të ardhura të mira, që nuk janë, që mund të jenë të vetëm. Pra se kjo shikohet, mosha e tretë më së shumti, jo mosha aktive shumë. Pra janë të gjitha këto tipologji që ata pastaj i shtrojnë dhe fillojnë kontaktet e para. Pra e nxisin këtë. Duke parë shpenzimet nëpërmjet llogarive bankare, ti kupton që ky njeri e hedh param. Pra nuk e mban, nuk e kursen këtë. Pra ka tendenca për ta bërë këtë dhe për të investuar. Duke parë dhe historikun e mëparshëm të investimeve në bursa, në gjëra të ngjashme. Tani ne kemi dy lloj tipologjishtu. E para është ajo me licencim, e dyta janë këta banditët, që nën kopertur bëjnë këto, që bëjnë. Këta kemi më problem ne, se këta mirë që po punojnë. Kë quhen banditi tani? Me kopertur janë call center normal që kanë dhe një sallë thotë. Pra aktiviteti i palishëm që po dëmton shtetasit tanë dhe të huaj. Por këta janë zanor, thirrje zanore, se ne kemi shëtitës, jo e stacionar, shëtitës, që na kanë ardhur dhe nga Kina në Shqipëri, siç ishte rasti i postës. Erdhën 3 ditë ata, shëtitës, vajtën në çdo vend në Ballkan ata. 3 ditë hapën aparaturat, futën mesazhet kush ra viktim ra dhe ikën. Këta janë të vështirë, shëtitësit janë të vështirë për të kapur. Problemi i kësaj ngjarjes së call centerit të fundit ishte një problem sigurisht 2 vjeçar, vlen theksohet integriteti asaj prokurores, se nuk është kollaj në këto call centerat të ecësh deri në fund. Kjo është shumë e rëndësishme për të thënë, qoftë edhe e Departamentit Kibernetik Policisë të Shtetit. Dhe krimi ekonomik. E kërkuan këta, më ka bërë përshtypje, e kërkuan këta austriakun të vinte. Kjo është një element shumë pra. Në fakt dosja nuk thot kështu. Dosja thot që një shtetase e dëmtuar, Austria, njofton Shqipërinë bazuar në kallëzimin e një qytetareje, e cila ishte mashtruar nga një call center dhe thot kemi kryer veprime hetimore dhe disa IP rezultojnë në Shqipëri. Menjëherë aktivizohet prokuroria bashkë me krimin ekonomiko-financiar dhe Departamentin e Kibernetikës, kanë kërkuar informacion për IP-t dhe një nga kompanitë, siç e thash, nuk po e përmend emrin, meqense është subjekt tregtar, ka refuzuar të japë. Në njërin prej këtyre raste u zbulua që njëra nga kompanitë, pra momentin që ishte regjistruar me emrin e një shtetasi të vetë deklaruar si Jose Santos. Por shton mëtej, policia, nga verifikimet që kryem, ne pam që nuk ekzistonte asnjë shtetas me këtë identitet. Dhe kemi dyshime, vion mëtej zonja prokurore, zonja Zoto, që ai e ka dhënë këtë emër fiktiv
për të shmangur zbulimin e tij. Nga gjurmimi i telefonit zbulohet se njëri nga të akuzuarit është shqiptar, ai më pas kishte regjistruar kompaninë. Këta erdhën për ndihmë të ndërsjellë, erdhën për ndihmë të ndërsjellë dhe për transparencë të veprimeve që po kryejnë këta vetë. Pra, për llogari edhe të vetë këtyre shtetet të dëmtuar austriak, po si ishin vetëm austriak. Ishin dhe amerikan, ishin dhe grek, ishin dhe italian, pra kishte një komunitet shumë ngjyrësh viktimash, ëh? Kishin filluar dhe në Amerikë, se kjo ishte emergjenca më e madhe që po ndodhte. Nga ana tjetër, mbas kanabis sativës në 2016, ky është fenomeni dytë që po na korrupton policinë e shtetit. Po. Dhe ky është lajmotivi edhe i një mbledhje që është zhvilluar para disa ditësh në drejtorinë e policisë Tiranë, nga vetë drejtori i përgjithshëm, i emëruar së fundi, në cilën kjo ushtrua, pikërisht kjo temë ushtrua e parë. Çfarë po ndodh? Se këtu po na korruptohen gjithë, nga SPZ-ja, nga një inspektor i zakonshëm krimesh, nga shefi krimeve, komisariat, drejtori i qarku. Çfarë po ndodh? Kush po i merr parat? Se njëri nga këta kishte thënë nuk iki unë, pse ti kam paguar lekën në datë 1, më keni garantuar që do punoj. Po, pra këto janë gjërat. Pra ai ka besim tek parat që jep, që shteti do ta mbrojë. Këtë mbrojë vjedhjen, mashtrimin, pastrimin e parave. Se i kanë thënë tiki. I kanë thënë ik. I garatisu. Patjetër, ik mbylli. Pastaj ka thënë jo, s'ka ku iki se sepse kjo ka ndodhur. Në disa raste që ne kemi parë, qoftë edhe ke kulla ajo, ikni. Ka ndodhur. Se këta mirë që kanë informacion brenda në polici, që ajo po luftohet më shumë tani, po këta kanë edhe rrethe perimetrike informatorësh që i paguajnë vetë për të parë çdo lëvizje siç ishte rasti i kullës aty. Nuk bëhet asgjë pa vullnetin dhe pa dëshirën e policisë shtetit. Dhe jo vetëm policisë. E para, edhe institucioneve tjera. Përpara ca vitesh ndodhi një fenomen tjetër, po jo në këtë lloj prizmi, vinin bullgar, vinin rumun në Shqipëri dhe bënin mashtrimet dhe klonimet e kartave bankare. Edhe përmes atyre pajisjeve POS, këta shkonin me klonimin e një karte me të thënat e tua dhe bënin lloj pazare në për ato dhe vetëm kur të vinte fatura aty 5 milion, 10 milion. Dhe kjo u bën në masë, po vinin shumë bullgarët dhe rumunët. Por prap autoriteti i shtetit ishte krimi ekonomik punonte, krimi kibernetik punonte dhe arrinte i lokalizonte këta dhe i arrestonte. Dhe kanë bërë 10 raste. Aq më shumë sa depërtuan dhe në sistemin e brendshëm bankar duke përmes klonimit të bankave i binin bankomatit dhe çka kishte bankomati nxinin that në nesër mëngjes. Dhe për shkak edhe të masave që morën bankat, ky fenomen u zhduk, thuajse shumë rrallë. Kur ka interes me thuajse shumë rrallë, unë shikoj komunikata policore që arrestohet X apo Y me klonimin e kartave bankare. Pra u zhduk, thuajse 100%. Dërsa në rastin konkret është komplet vullneti këtyre individëve shtetërorë që e lejojnë. E lejojnë sepse s'ka persona të dëmtuar brenda Shqipërisë. Siç është niveli bankave. Sepse po ti brenda Shqipërisë, unë jam i bindur që nuk do ketë mashtrim, do ketë vrasje. Se t'ja marrësh leket atje, ose atje. Ai të gjem brenda natës, dhe të vinë me masat e veta i personale pasaj. Nuk, ndërsa ata thonë, ai e mashtron Austriakin sot, i merr 50.000 euro, avionin nesër mëngjes, ikën në Egjipt, ri 2 javë atje, vjen prapë. Janë 100 miliona euro. Për çfarë rrezikon Shqipëria si shtet, si institucione, si minuse, si negative etj. Kam në disa pyetje interesante mbi kriptot për ty Azmer, por sepse më kanë dalë në disa ekspertiza që nga pikpamja energjetike ti mund të dallosh qartazi se ku po lëvizet ajo lloj paraje, hapësirë publicitare kthehemi më njëherë. Jemi në 5 minutat e fundit, Ervin duhet marrë një qartësi nga pikpamja ligjore, por edhe në makro. Çfarë rrezikon Shqipëria nga gjithë kjo dhe deri në çfarë niveli kjo e ka, le të themi, shëmtuar nxirr hartën tonë të sigurisë nacionale? Kjo vepër penale është vepër penale e mashtrimit kompjuterik. Ka çështje që ka nga Tirana, kur konstatohet grupi strukturuar kriminal, procedohet nga ana e Spagut. Këto janë çështje të gjithë që kanë me marrëdhënie bilaterale, kryesisht me vendet me Italinë, Austrinë, Gjermaninë. Mendoj duke u goditur këto raste, pavarësisht se mund të ketë rrjedhje informacioni është njoftuar në një person tiki. Sot nuk e ku të shkosh, po të doli emri, po patet çështje, bota është bërë, sidomos Evropa është bërë shtet federal, pra nuk e do marrosh punë me shtetin s'ke ku të shkosh. Duke u goditur, domethënë krijohet një imazh pozitiv për vendin.
Pra që në Shqipëri janë gjithmonë kuadër të Evropës. Pavarësisht marrëdhënieve bilaterale, kur kemi ne të korruptumit këtu në Shqipëri që shkojnë jashtë çfarë serioziteti kanë ata, uroj që të jetë i njëjti marrëdhënie. Që do thotë çfarë, që të kuptohet qartë. Për shembull, që të kuptohet qartë, e njëjta gjë që ndodh për që ndiqen paratë evropianëve që vinë në Shqipëri nëpërmjet tyre qendra ose nëpërmjet drogës, u bë dhe një goditje drogës, kemi parasysh për trafikun e drogës, pra janë paratë që vinë në Shqipëri, duhet e njëjta vunet dhe për paratë e shqiptarëve, të taksave të tjerë, zyrtarëve të korruptuar që dalin jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, tjetë e njëjta gjë ndjekje. Pra siç ndjekin ata paratë të tyre, por edhe ne ndjekim paratë. Ndjekin dhe ne tonat kur ikin jashtë. Po ndjekin sepse shohin ata ndjekin ato paratë të tyre, kurse ne gjithmonë rrim, jo se jemi servil. Këto janë para, kemi të bëjmë me një mashtrim, qytetari evropian është i mashtruar, ai është italian, do shijoj jetën, ka punu gjithë jetën, ato lekë ai që i kishte për punë vetë, ja merr dhe ka përgjegjësi penale shqiptari. Por këto vepra kanë shumë vështirësi në provueshmëri. Që do të thotë që duhet vërtetuar se kush operator fizikisht e ka bërë këtë mashtrim, është shumë e vështirë të provohet. Mund të provohet ai pije që është kjo zyrë, pa aty janë 15 vetë. Praktika ka ecur se operatorët janë viktima, pavarësisht se kanë bërë veprën penale. Mendoj që duhet të procedohet në gjitha rastet me dënime kush, me përjashtim në një qofse provohet një rast me një shumë të madhe. Kryesisht këta që i kanë këto qendrat që i posedojnë janë me emra fiktiv. Pra siç është emri fiktiv i regjistruar aty, edhe personat që japin ato vendet me qira mundohen të maskohen. Por ka raste që thyen personat dhe pjesa më e madhe e operatorëve dhe prandaj janë dënuar kush e kanë pranuar fajin. Janë nderë të penduar, pavarësisht se nga pikpamja e provueshmërisë ka qenë e dobët që pikërisht me kallëzimin atje që është bërë atje lidhet këtu. Goditja, pra dalim të përfundimi, ka si një imazh pozitiv për Shqipërinë. Pra në Shqipëri këto raste goditen, por duhet kemi parasysh që kemi bashkëpunim se dhënat e këtyre shtetëve tuaj kanë ardhur nga Italia ose nga Austria, Gjermania. Pra kemi një vepër në bashkëpunim, pra dhe organet e ndjekjes penale ndërkombëtare të Evropës duhet shohin që të keqen e kanë dhe të vendi vet. Pra aty është burimi të keqes dhe këtu është një pjesë e veprës penale. Është krim ndërkombëtar. Faleminderit Azmer. Kriptot kërkojnë energji të lartë elektrike. Apo lëvizje. Kriptot patjetër për të prodhuar, po jap një shembull të thjeshtë, Bitcoinin. Pra një Bitcoin duhet me çmimin e energjisë që ne kemi në Shqipëri, duhet rreth 16 deri në 17 milion lekë të vjetra. Si? Pra për të prodhuar një Bitcoin do 16-17.000 euro, po ta themi, për ta prodhuar këtë Bitcoinin, që do mjaftonte që të furnizoje 500 familje për një muaj të plot me energji elektrike, le të themi në kapacitet maksimal. Pra për ta prodhuar si monet, kërkohet 17.000 euro. Pra 17.000 euro konsum energjie. Po sa shitet ky në bursë? Mund të arrijë vlera deri në 100.000 euro, 70.000 euro, 80.000 euro. Pra ka fitim, por shpesh herë, kur këto janë të paligjshme, bëhet vjedhja e energjisë elektrike. Dhe normalisht këtu pastaj hyn pjesa e institucioneve që duhet bëj lokalizimin e zonës, që është kollaj, është shumë kollaj, pra sepse ka një historik, pra në lagjen ku ju jetoni, ka një historik sa energji konsumohet çdo muaj. Dhe nëse në një moment të rastësishëm, në një periudhë të caktuar kohore, rritet ky konsum energjie, kur nuk është shtuar asnjë biznes, nuk është shtuar asnjë ndërmarrje prodhuese, pra ku shkon kjo, le të themi, energji elektrike dhe institucionet tona kanë edhe task force-ën e energjisë elektrike. Pra për vjedhjet ose ndërhyrjet e paligjshme, dhe këtu tani bëhet krehja e zonës, pra që është shumë e thjeshtë për të bërë dhe lokalizohen. E njëjta gjë mund bëhet edhe për pjesën e këtyre call centrave, sepse janë me qindra operatorë. Pra rritet konsumi i energjisë elektrike, pra në një godinë të caktuar, se mund të ketë qenë apartamente. Pra ky pallat ka pasur X konsum të energjisë elektrike dhe muajin tjetër e ka pasur 5 fish, 10 fish më shumë. Se është gjithmonë me fish. Po patjetër, sepse këto janë, le të themi, gjatë gjithë kohës punë, pra nuk është vetëm pjesa e kompjuterave, janë serverat, janë data centerat, është pjesa e kondicionimit, sepse ata rrinë me orë të tëra atje. Pra dhe normalisht tu bëhet pjesa e lokalizimit. Dhe ajo që mua më shqetëson më shumë është pjesa e dramës që shkakton, le të themi, një të ri i cili përfshihet në këto, le të themi, punë
të shpejta për të bërë lekun shpejt, sepse çdo i ri shqiptar i shkolluar që ka marrur universitetin ka marrë nga taksatora rreth 14 milion lek të vjetra. Pra nga klasa 0 deri në universitet. Publike. Dhe e di ku është problemi. Problemi është se njëri i cili merr lek të shpejta, nesër nëse ky aktivitet bllokohet, ai e ka shumë të vështirë që të vetë filloj punë si zjarfikës. Sepse me pagën 72.000 lek, ai ato i ka mund t'i nxjerrë për 2-3 ditë. Dhe kjo pastaj fillon dhe krijon ato dramat sociale që ne na prekin gjithë si shoqëri dhe marrim pastaj rrugët e botës. Çfarë? Violi, një qendrim të fundit. Doja të thosha diçka, Grida, që ne për te gjithë problemin që krijon çështja e Forexit, se duhet i dallojmë pa call centerat, se kemi shumë call centera që japin punë shumë të rinjve dhe ndikojnë pozitivisht në ekonomi. Pra, nuk duhet t'i themi të gjithë call centerat që janë njësoj, sepse deri më sot ato kanë dhënë kontributin maksimal të paktën këto 15-20 vitet e fundit. Ajo që unë mendoj që ne duhet të bëjmë për te gjithë gjës që është kriminale, jemi dakord. Nuk është aq e lehtë, sepse ne dim që krimi avancon më shpejt se sa të gjitha institucionet. Dhe për Shqipërinë, siç ishin firmat piramidale në 96, 97, diçka e re, mendoj se edhe kjo ka qenë diçka e re dhe prandaj është do pak kohë sa të ngranohen dhe këta të rinj që janë sot në këto që mos të dalin të papunë me bllokimin e atyre, ka nevojë për një strategji shumë të mirë menduar për në thojza riabilitimin e tyre në tregun e punës dhe të çmësohen nga ky pasurim i shpejt i menjëhershëm që fatkeqësisht është bërë kultura e vendit tonë. Kështu që shumë e vështirë, por ama do shumë angazhim. Ta administrosh sërish ato nevojën për po aq para. Mirë. Duke falenderuar të 6 të ftuarit që e dekriptuam do pak të situatë krejt pa kuptueshme për mua personalisht se si në nivel digital mund të lëvizet pasuria edhe një 7 vjeçare, edhe një 8 vjeçare, edhe një perëndimori nga një telefonat e patronazhuar. Sigurisht është gjë e mirë që strukturat shqiptare bashkëpunojnë në këto nivele dhe ndoshta edhe mësojnë që mos jemi një vend që lëviz kaq fort ardhurat tek pjesa e re e shoqërisë, e cila pastaj nuk mund mos çorientohet për vijimin nëse do të duhet që ta nis nga fillimi. Natë mirë nga Top Story, faleminderit që na ndiqni.